e mjekrës është haram në Islam dhe kjo është një çështje për cilën nuk ka diskutim mes medhhebeve, pa tek të gjitha medhhebet. Edhe pse thuhet që në medhhebin Shafi'i është thënë sunet, vetë Imam Shafi'iu në librin e tij e tregon se është detyrë. Dhe kjo është një çështje për cilën nuk ka diskutim. Ruajtja është haram. Pastaj mbi ruajtjen ka diskutime. Minimumi që është thënë për këtë çështje është që minimumi është që njeriu kur të shifet duket që është me mjekër. Në këtë rast ka dalë nga harami. Po kjo nuk do të thotë se ka plotësuar vajxhibin. Për këtë arsye kanë thënë minimumi i kësaj pune është një grusht. Një grusht duke fillu nga mjekra dhe mjekra fillon këtu. Dhe matja është nga këtu. Ky është vajxhibi. Kjo është detyrë. Harami i madh është me ira me brisk. S'lejohet me ira me brisk. Mbi briskun, pastaj çështja është e diskutueshme. Çështja është e diskutueshme, pavarësisht se unë nuk jam mat mendim që thotë të paktën të dukesh me mjekër, po të themi të paktën dikush të eci me këtë mendim. Të paktën të jetë muslimani ke ky mendim. Dhe mendimi dhe minimumi që është thënë për këtë çështje është që kur dikush të shofi, thotë filoni ka mjekër. Ky është minimum, unë nuk jam me këtë mendim. Po të paktën muslimani të jetë tek një nga mendimet e Islamit dhe mos të jetë out nga të gjitha mendimet që janë thënë dhe Allahu e din më së miri.